Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. E thonë edhe mjekët, këto sëmundje mund t'i kuroni vetëm me uthull molle. Shumë njerëz e përdorin uthullin e mollës si një shtesë në sallata dhe gatime, por në mjeksi natyrale njihet si një ilaç për pothuajse të gjitha. Ajo përmban shumë minerale dhe vitamina. Gjithashtu ajo përmban kalium, natrium, magnez, kalcium, fosfor, flor, hekur, por përmban gjithashtu vitaminën C, vitaminën A, E, B1, B2, B3, B6, beta-karoten. Sheqeri i lartë në gjak është një shkak i zakonshëm i pagjumësisë. Uthulla e mollës rrit ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe në këtë mënyrë ul nivelin e sheqerit në gjak. Për këtë arsye rekomandohet të pihen 2 lugë çaji uthull molle të tretur përpara se të shkoni në shtrat. Do të bini në gjumë më shpejt dhe më mirë, por patjetër që duhet të konsultoheni me mjekun tuaj nëse tashmë jeni duke marrë ndonjë ilaç për diabetin. Ndihmon edhe me lemzën. Një lugë çaji do ju zgjidh këto shqetësime. Nëse hani tepër dhe keni dhimbje të stomakut gjatë ditës, thjesht përzgjeni uthull mollën në një gotë me ujë dhe menjëherë do të ndjeni lehtësimin e dukshëm, pasi uthulla e mollës mund të ofrojë shumë përfitime për organizmin tuaj, citojnë ekspertët e Healthline. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjë një faktor pengues për përfitimet e vlerave të këtij produkti, po pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla e mollës përshkruhet si burimi i rinisë së përjetshme. Studime të ndryshme të cilave u referohemi konfirmojnë se pirja çdo ditë e këtij lëngu sjell shumë të mira për trupin dhe për organizmin. Uthulla e mollës ka përmbajtje të larta acidike, ndaj mund të shkaktojë djegësira në zonën e fytit. Për pasojë nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet të tretet në një filxhan me ujë. Ata sigurojnë tretjen e 1 deri në 2 lugë uthull molle në një filxhan me ujë dhe mund të merret gjithashtu edhe për problemet e stomakut. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fiber që mbron stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla do të shërbejë si një laksativ duke zgjidhur çështje siç janë konstipacioni. Ajo do të rregullojë pahashin. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pahashit, veçanërisht të lëkurës dhe të flokut. Jo mund të aplikoni atë në lëkurë dhe në flok çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke dretur në ujë për të marrë efektet më të mira të mundshme. Ajo është e mirë kundër infeksioneve. Myku dhe infeksionet janë në rrezik i vazhdueshëm i organizmit që shpesh del jashtë kontrollit. Uthulla e mollës shërben si një recetë natyrale kundër mykut që prek zona të ndryshme të trupit. Studimet kanë treguar se konsumi i uthullës së mollës ndihmon në ngadalësimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta. Kësaj trupi arrin të rregullojë nivelin e sheqerit në gjak. Disa studime kanë zbuluar se konsumi i uthullës para gjumit ndihmon në uljen e sheqerit, efekt që ka zgjatur deri të nesërmen. Do të keni më pak toksina. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton të tresni një lugë gjedhe uthull molle në një gotë të madhe me ujë dhe ta pini rregullisht. Uthulla e mollës do të rrisë ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumi ditor i uthullës së mollës ndihmon në paksimin e depozitave dhjamore dhe ndihmon gjithashtu edhe për të rënë nga pesha. Ndaj përdorimi i saj i tretur në ujë do të jetë një mundësi e shkëlqyer. Nga diarreja tek kolitja, humbja e peshës dhe parandalimi i tensionit të lartë. Uthulla konsiderohet një mrekulli për shëndetin në trajtimin e këtyre komplikacioneve, citon dhe Healthline. Ajo ka përfitime të larta shëndetësore, por ka rëndësi të madhe edhe në dukjen tuaj të përgjithshme. Janë disa nga problemet që mund t'i tejkaloni duke përdorur uthullën e mollës, citon dhe Healthline. Rënja e flokut. Nëse keni probleme me rënjen e flokut, uthulla e mollës do ju ndihmojë. Është shumë ushqyese dhe rregullon pahashin në lëkurën e kokës. Gjithashtu forcon flokët dhe largon qelizat e vdekura që parandalojnë rritjen e flokut. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër astmës. Nëse keni probleme me frymëmarrjen, është e rëndësishme të përdorni medikamente që përcakton mjeku, por për të trajtuar një problem të tillë, nëse nuk merrni medikamente, mund të përdorni edhe uthullën e mollës. Uthulla e mollës cilësohet si një lehtësues shumë i mirë edhe kundër kollës. Kolla e thatë është shumë irrituese. Nëse jeni duke kërkuar për një trajtim natyral uthull molle, ajo është një zgjidhje e duhur. Uthulla e mollës është një produkt shumë i mirë edhe kundër problemeve të diarres. Uthulla e mollës konsiderohet një ilaç i shkëlqyer për diarren.
Ajo vepron si një antiseptik, vret bakteriet që shkaktojnë në diarre. Rekomandohet një lugë e madhe uthullmolle e tretur në 250 ml ujë dhe të pihet të paktën 3 herë në ditë. Uthulla e mollës është një mundësi e shkëlqyer edhe kundër problemeve të pagjumësisë. Nëse nuk mundeni të flini, pini një lugë uthullmolle të përzierë në 250 ml ujë. Më pas do të shikoni ndryshimet. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë kundër marramendjes. Përvoja ka treguar se uthulla e mollës mund të ndihmojë për të trajtuar marramendjen. Besohet se uthulla e mollës ndikon në presionin e gjakut dhe ul nivelin e sheqerit në gjak. Ajo mban larg infeksionet e veshit. Përzieni pak uthull, alkool dhe ujë në një copë pambuku dhe vendosni atë në vesh. E lini të qëndrojë për 5 minuta. Lehtëson sytë e lodhur. Nëse keni probleme me sytë, konsumoni 3 herë në ditë një përzierje me 2 lugë uthullmolle dhe mjaltë të tretur në 250 ml ujë. Ajo lehtëson dhimbjet e kokës. Uthulla e mollës për shkak të përbërësve që ka largon dhimbjet e kokës dhe lehtëson migrenën. Provojeni dhe do të shikoni se sa shpejt do të funksionojë. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër shqetësimit të artritit. Uthulla e mollës në kombinim me mjaltin mund të përdoret si medikament natyral për të trajtuar artritin. Mund të aplikohet direkt në nyje ose të pihet 3 herë në ditë. Ajo është e mirë kundër lodhjes. Nëse keni probleme me lodhjen kronike, kjo do të thotë se trupi juaj është duke kërkuar vëmendje. Përzieni një filxhan mjalt 3 lugë uthullmolle dhe konsumoni këtë përzierje para gjumit. Përsëriteni për disa net me radhë. Ajo është e mirë kundër helmimit. Uthulla e mollës vret baktere dhe vepron si një qetësues në lëvizjen e zorrve. Kjo ndonjëherë do ju jap lehtësime në rast të helmimit nga ushqimi. Mjafton të përzieni 2 lugë uthullmolle në një gotë me ujë të ngrohtë dhe ta pini atë para ngrënies. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë kundër urthit. Mushti i mollës në mënyrë natyrale ndihmon në tretje, kështu që mund t'ju ndihmojë edhe në problemet e urthit. Një lugë çaji uthullmolle rregullon këtë problem. Mban larg presionin e lartë të gjakut. Nëse keni ndonjë problem me presionin e lartë të gjakut, rekomandohet të pini një lugë uthullmolle të tretur në 250 ml ujë. E konsumoni 3 deri në 4 herë në ditë. Veshkat dhe infeksionet e fshikëzes do të mbahen nën kontroll. Konsumi i uthullës së mollës ju ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të veshkave dhe infeksioneve tuaja të traktit urinar. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë edhe në lehtësimin e menstruacioneve. Mushti i mollës ndihmon në rikuthimin e cikleve menstruale dhe parandalon gjakderdhje të tepërta. Pini 2 lugë uthullmolle të përzierë në një gotë me ujë dhe do të trajtoni këtë problem. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë edhe në humbjen e peshës. Nëse dëshironi të hiqni qafë kilogramet e tepërt, rekomandohet të pini 2 lugë të vogla uthullmolle në një gotë me ujë për çdo mëngjes. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë kundër irritimit në hundë. Mushti i mollës parandalon infeksionet e hundës, të cilat shkaktojnë obezdi dhe kruajtje. Ajo është një zgjidhje edhe për zbardhjen e dhëmbëve. Uthulla e mollës konsiderohet si një produkt i duhur për zbardhjen e dhëmbëve. Përzieni një lugë uthullmolle në një gotë me ujë dhe përdorni për të shpërlarë gojën. Kështu do të keni përfitimet më të mira. Njerëzit të cilët kanë ndonjë problem me stomakun ose thjesht një stomak të ndjeshëm duhet të jenë të kujdesshëm me uthullën e mollës, pasi problemi mund të përkeqësohet. Njerëzit që vuajnë nga diarreja duhet të tregojnë të kujdesshëm me uthullën e mollës. Konsumi i rregullt i uthullës së mollës mund të çojë në diarre kur e merrni përtej normës. Kujdesuni që ta konsumoni në mënyrë të ekuilibruar dhe të moderuar. Uthulla e mollës, nëse teprohet, mund të ndikojë në veshkat tuaja. Ka shumë shqetësime në lidhje me uthullën e mollës dhe efektet e saj në veshka. Prandaj mos e teproni me sasinë. Uthulla e mollës mund të shkaktojë fryrje. Nëse e pini me stomak të zbrazët për një sasi të tepërt të patretur në ujë, atëherë dijeni se do të shkaktojë fryrje dhe probleme të stomakut tuaj. Në këto raste duhet të jeni më të vëmendshëm, më të kujdesshëm dhe më të arsyeshëm me përdorimin e saj, në mënyrë që të evitoni gabimet në përdorim. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësoj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.